Ajet Kur'an, ditë e gjumas sot. Allahu Gjalleshanu ka zbritur një sura ku ka të reguar regullat e gjumas. Edhe dita gjuma, që është dita Bajram për besimtari, javës. Edhe dita Bajram, qëfar thot Allahu? Fa idha qudhiyati salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Që kur falon një gjuma, kur baron gjuma, atëherë pastaj qëfar? Hapuni në tokë, lavizni në tokë, a thot Allahu Gjalleshanu. Dhe kërkoni risku Allahu Gjalleshanu. Edhe dita gjuma nuk ka thënë që bëni pushim. Haji është adhurimi shumë i madh, që bëhet njëri në jetë, vetëm një herë në jetë ka detyrë. Edhe nga këtu kuptoj që njëri që shkon vetëm një herë në jetë, ai sa shumë ka marrë malli për Kaaba, për qëndrimi e tij. Po prapë Allahu Gjalleshanu çfarë thot? Fa idha afadtum min Arafatin fazkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum. Edhe pastaj atje tregon wabtaghu min fadlillah. Që kur baroni Arafatet, Mina, veprimet e juaja haxhit, mas haroni për të fituar risku Allahu Gjalleshanu. Edhe atje Allahu Gjalleshanu tregon edhe në haxh që fitoj risku Allahu çfarë ka saktuar për ty. Domethënë nuk na ka lënë që mos punojemi. Allahu Gjalleshanu një njëri vin tek dërgu Allahu Gjalleshanu në xhamin ti edhe thotë dërgu Allahu Gjalleshanu s'kam asgjë, kam lënë familjen tim në gjendje shumë e keqe. Domethënë s'kam gjë për të dhënë ushqim. Dërgu Allahu Gjalleshanu ka thënë çfarë ka material në shtëpinë tënde. Edhe ai mendon shumë edhe thotë kam një brik. Diçka veçantë çfarë ke? Krevat ka, dyshek ka ashtu. Çfarë ka tjetër? Sa kam një brik që është diçka ndalon mirë, që ka një vlerë, kuptimi është. Mi thash, mere e brikun. A i sole e briku, ose ishte tas. Edhe, tërgu Allahu Gjalleshanu çfarë beri mori në dorën ti edhe tha, kush blen këte? Edhe njeri ka ngritur, ka thënë me 1 dirham. Tërgu Allahu Gjalleshanu ka dikush që shton? Edhe një tjetër ka thënë me 2 dirham. Atëherë, tërgu Allahu Gjalleshanu ka shitur me 2 dirham. Edhe tha shko në pazar ble shpata. Mori shpata. Kur soli shpata, tërgu Allahu Gjalleshanu ka dal vet, mori një bishtin e ti, ka reguluar tamam, me dorën e ti, bekuar, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe pastaj ka thënë shko, 1 dirham që ka, me 1 dirham ka bleri shpata. 1 dirham, atëherë ishte, dikur edhe ne, me 1.000 leka ishin shumë, para 50 vit në koha në Rojë, 1.000 leka shumë. Ashtu atëherë ishte vlera leku. Tha me 1 dirham shko ble miel, grur, miel, qëfar kishte ushqimet, edhe le në shpinë ten. Edhe dile, edhe nuk dua të shikoj ty në xhamin tim deri në 2 java. Shko puno me këte në pjull. Edhe a i mblodhi dru, edhe shiti në Madina. Pas 2 java kur erdi, robat ishin mira, me erë, me parfum, gjendje shumë e mirë. Edhe tërgu Allahu Gjalleshanu pyeti, kjo është më e miri, apo a ishte më e miri? Kisha dhe 1 lek, të kishte bler ushqim, një të njësër prap kishte ardhur. Atëherë, tërgu Allahu Gjalleshanu na ka mësuar që ne duhet punojemi, kërkojmë riskun Allahu Gjalleshanu, se kjo gjithë univers edhe toka edhe gjitha furnizima tokë Allahu Gjalleshanu për ne ka krijuar.